Norvegjia do të dyfishojë mbështetjen financiare ndaj Ukrainës këtë vit duke rritur gjithashtu shpenzimet e saj të mbrojtjes. Norvegjia është shtëpia e fondit më të madh të pasurisë sovrane në botë, me asete prej 1.8 trilion dollarësh, ka shënuar të ardhura në rritje nga shitja e gazit në Evropë, si rezultati luftës në Ukrainë. Ndaj vendi përballet me presion të brendshëm e të jashtëm për të rritur ndihmën e vet. Qeveria dhe liderët e opozitës ranë dakord për të rritur fondet e këtij viti për Ukrainën në 7.83 miliard dollar, nga një plan i rënë dakord në nëntor prej 3.25 miliard dollarësh nga kryeministri i Partisë Laboriste, Jonas Gahr Store. Lëvizja e Store shënon shembullin më të fundit të një vendi evropian që përpiqet të rrisë shpenzimet e mbrojtjes dhe mbështetjen për Ukrainën, pasi presidenti Donald Trump ngriu ndihmën ushtarake të SBA-s për Kievin. Norvegjia nuk është në Bashkimin Evropian, por është pjesë e NATO-s. Kombi nordik tani përballet me situatën më serioze të sigurisë për vendin ton, që nga lufta e dytë botërore, tha Store. Ditët e fundit politikanët norvegjez kanë debatuar se sa duhet të shpenzojë Oslo për Ukrainën, duke pasur parasysh rënien e mbështetjes së SBA-s për Kievin dhe faktin që fqinjet e Norvegjisë si Suedia dhe Danimarka deri më tani kanë kryer donacione më të mëdha. Partia opozitare norvegjeze e mbështeti vendimin dhe tha se mund të konsiderohen rritje të mëtejshme më vonë gjatë vitit.